Aksion masiv i policisë në rrugë. Sankcionohen mbi 1600 shoferë për 3 ditë. Gjatë fundjavës, Ministria e Punëve të Brendshme në Maqedoni ka ndërmarrë kontrolle të rrepta në të gjithë vendin, duke lëshuar mbi 1600 urdhër pagesa për shkelje të rregullave të trafikut. Ndëshkimet kryesore përfshijnë tejkalim shpejtësie me 456 shoferë të sankcionuar, parkim i parregullt me 385 raste të evidentuara, mosvendosja e helmetës me 159 motociklistë të gjobitur dhe mos përdorim i ripit të sigurisë me 105 shoferë të dënuar. Gjithashtu, 43 persona janë privuar nga liria për drejtim të pakujdesshëm, përfshirë ngasjen pa leje apo në ndikim të alkoolit. Gjatë këtij aksioni janë konfiskuar 19 automjete, ndërsa 24 të tjera janë larguar nga trafiku për shkak të mos regjistrimit dhe parregullsive teknike. MPB lajmëron se kontrollet e rrepta do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim dhe u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik për kujdes dhe respektim të ligjit. Për më shumë lexojeni Telegrafi Maqedoni.